Një shpërthim rreth orës 2 të mëngjesit ka ndodhur në Podujev, ka raportuar policia e Kosovës. Lidhur me rastin, punonjësit e policisë bëjnë me dije se kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe se kanë nisur hetimet. Për dëmet e shpërthimit është njoftuar dhe prokuroria. Podujeva ndodhet në verilindje të Prishtinës, pranë kufirit me Serbinë. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë kanë qenë të larta që nga 24 shtatori i vitit 2023, kur një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në Bajnës të Zvečanit. Po ashtu së fundi, tensionet janë rritur edhe për shkak të një vendimesh të ndërmarra nga qeveria e Kosovës në veri të banuar me shumicë serbe. Presidenti serb Aleksandar Vučić i ka cilësuar vendimet e qeverisë Kurtis në veri si spastrim etnik. Në fjalimin e mbajtur në OKB, Vučić akuzoi shtetet perëndimore për armatosin e Kosovës, teksa nënvizoi se sipas rezolutës 1244 të OKB-s, të vetmet forcat e armatosura në Kosovë janë ato të KFOR-it, misionit paqëruajtës të NATO-s.